formimi I kuvendit dhe I qeverisë është esencial për stabilitetin e Kosovës, për rritje si dhe për të ardhmen evropiane dhe I inkurajoj të gjithë aktorët politik në për të respektin përkatës politik që të bashkëpunojnë ndërmjet veti dhe me komunitetet e përfaqësuara në Kosovë. Bashkimi Evropian është I gatshëm që të ju përkrahë, por udhëheqësit politik duhet të lënë anë shëndarjet dhe ta kenë prioritet të ardhmen e Kosovës. Ju faleminderit. Thank you very much for your comments. Faleminderit për komentet tuaja dhe mirë se vini prapë edhe një herë në Kosovë. Tani kemi kohë për disa pyetje. Antigona, të lutem. Antigoni, Speaking in English? Okay. Mrs. Callas, why Zonja Kallas, pse BE-ja nuk po ngrit masat ndaj Kosovës, cilat janë vendet anëtare që po bllokojnë procesin dhe a ka diskutime tani në vazhdim për të larguar këto masa gjatë këtij viti. Faleminderit. Siç thash, BE-ja ka filluar largimin e masave. Por mendoj që kjo është menesti të kuptohet që njëkohësisht nuk dëshirojmë të shohim eskalim në veri. Pse po them këtë është sepse personalisht nuk kam qenë duke I bindur vendet anëtare që duhet t'i largojmë masat për Kosovën, por Kosova duhet të respektojë marrëveshjet dhe eskalimin e veri është në kundërshtim me këtë, në konflikt me këtë. Prandaj kjo është një çështje këtu e ndërlikuar dhe ne jemi këtu, dëshirojmë të kemi sëbët në anën tonë, por vërtet dëshirojmë të shohim deskalimin në veri. Faleminderit. Thank you very much. Fitin, please. In English or Serbian? Yeah, in English. Okay.